Tashi, nga që janë thjesht edhe të fort, konsumin e kanë të lartë. Si kom bona e modifikim asnjë gjë, akoma, se di ati bëja jo. Nuk është shumë vështirë për të arrit fuqinë këtyne. Madje shumë kollaj është mi vës supercharger pulli më të vogël. Pastaj fillon mi vuj injektor më të mëdheje, cold air intake e gjona të tjera, pastaj i arrit fuqinë. Ka paketa, kam hyrë tu pa, bëjnë to, për amerikanë bëjnë ato, Lingenfelter, ka ca kompani që i bëjnë të gjitha. Edhe i arrit, e qo 650-700 kuaj me jo shumë shpenzime. Po, ideja është që janë motora të thjeshtë edhe të fortë. Kjo më ka shty mu më shumë për të morë. Tashi, nga që janë thjeshtë edhe të fortë, konsumin e kanë të lartë, po pjesët si kanë shumë të shtrenjta, edhe nuk është se kanë shumë probleme, se janë të komplikume. Të gjermonet janë të komplikume, janë të mira shumë kur punojnë, po kur fillojnë të dhonë problemet, nuk ka kjo cylinder deactivation, nuk punon si V4, vetëm kështu punon V8 gjithkohës, nuk i bje konsumin e herë. Tashi, këtu në motor, kam pas problem me farfallën, e pa ta pastru, kur jepshe gaz fort, ndoshta ngelte në pozicion i hapa jo, edhe e kam vu të re farfallën, jo shumë e shtrenjtë, filtrin e arit, që kam bo vaj filtra, filtrin e arit e kam vu KNN, si kam vu cold air intake, vetëm filtrin mrena. Pastaj kam ndru